Është në errësirë ku zbulojmë mundësinë për të ndezur dritën tonë dhe për të ndriçuar rrugën për shumë të tjerë rreth nesh. Asnjë ditë me re nuk zgjat për gjithmonë. Drita gjithmonë gjen rrugën e saj përmes rreve dhe dielli shkëlqen për të gjithë, madje edhe për të këqit. Ashtu si yjet që ndriçojnë më fort në terr, edhe talentet dhe asit tona dalin në pah kur përballemi me sfida. Mos e harxho energjinë tënde duke u përpjekur të kuptosh pse disa sillen ndryshe nga ti. Çdo njeri jep atë që ka brenda vetes dhe ndan atë që zgjedh të ofroj. Kujto që edhe në errësirën më të thellë ekziston një shkëndije shprese gati për të ndezur një akim të ri. Në një botë ku egoizmi dhe indiferenca rriten dita ditës, ne mund të jemi shembuj të dëmshurisë, duke i zgjatur dorën atyre që kanë nevojë. Shpresa lulëzon kur sjedhim të veprojmë për të tjerët, kur bëjnë tallimin në jetë me veprime të vogla por të sinqerta, bëhuaj njeri që ndritson ditën e dikujt tjetër me një fjalë të mirë ose një buzëqeshje të përzemërt. Veprimet e tua sot janë pasqyra e krenarisë së nesërme. Sa më shumë të ndihmosh të tjerat, aq më pak kohë do të kesh për mendimet e errta. Çdo gabim është një e qeshur në pritje dhe çdo e qeshur është një përvoje që të rrit. Nëse nuk buzëqesh, si mund të gëzosh jetën? Mos prit nga të tjerët të motivojnë. Beso në fuqinë tënde, beso në ëndrat e tua dhe vazhdo përpara, edhe kur rruga duket e vështirë. Kur shpirti yt është i vendosur, asgjë nuk është e paarritshme. Mos harxho fjalat me ata që nuk duan të dëgjojnë. Disa njerëz kërkojnë të kenë të drejtë edhe kur janë gabim. Kur padituria lavdërohet, inteligjenca hesht. Ruaje qetësinë tënde, ajo është thesari yt më i madh. Çdo ndryshim sjell frikë, por pikërisht përmes ndryshimeve mund të arrim ëndrat që na duken të largta. Nëse sheh një gur në rrugën tënde, mos e shih si pengesë, por si një shkallë për ta ngjitur më lart. Nuk ka rëndësi çfarë sheh, por si e sheh. Jeta është një udhëtim i brendshëm dhe gjithçka fillon me perceptimin. Ki motivimin për të filluar, durimin për të vazhduar dhe vendosmërinë për të triumfuar. Suksesi është gjithmonë një hap larg, mos e harro kurrë. Ajo që duket si fundi, ndonjëherë është vetëm fillimi i një kapitulli të ri. Kur gjithçka duket se po rënohet, është në fakt momenti kur po rindërtohet forca jote e brendshme. Mos u dorëzo përballë vështirësive. Çdo stuhi ka një qëllim dhe pas çdo shiu vjen një ylber që të kujton se bukuria ekziston akoma. Jeta është një mësues i heshtur, nuk gjithmonë të thotë çfarë të bësh, por të vendos përballë situatave që të mësojnë më shumë se sa çdo fjalë. Kur nuk e di çfarë rrugë të ndjekësh, dëgjo zemrën. Ajo flet me gjuhën e së vërtetës dhe kur nuk të çon gabim nëse dëgjon me sinqeritet. Mos lejo që mendimet negative të bëhen zëri yt i përditshëm. Ato janë si mjegulla që të pengon të shohësh bukurinë e ditës. Zgjidh të mendosh me dritë, me qëllim dhe me dashuri. Çdo mendim është një far dhe ti je kopshtari i fatit tënd. Mbill atë që do të korrësh nesër. Në një botë të zhurmshme, gjej qetësinë e heshtje. Në atë qetësi do të gjesh përgjigje që askush tjetër nuk mund të të japë. Njeriu më i fortë nuk është ai që flet më shumë, por ai që di të dëgjoj pa gjykuar. Mësimi më i madh i jetës është të njohësh vetveten dhe të pranosh se çdo ditë është një mundësi për rritje. Zgjedhjet tona formojnë fatin ton. Nuk është rastësia ajo që na drejton, por veprimet që ndërmarrim në heshtje, në errësirë, kur askush nuk na sheh. Nderi dhe karakteri ndërtohen në momente të tilla. Kur zgjedh të jesh i drejtë, edhe kur është e vështirë, ti po ndërton një trashëgimi që do të zgjas më shumë se çdo fjalë. Bota ka nevojë për më shumë njerëz që ndriçojnë, jo që gjykojnë. Fjalët e mira janë si ujë në një tokë të tharë. Një fjalë shprese mund të shpëtojë një shpirt në heshtje.
Mos i nënvlerëso kur veprimet e vogla. Ato janë gurët që ndërtojnë urat drejt një bote më të mirë. Mos prit momentin perfekt për të filluar. Momenti është tani. Çdo vonesë është një hap larg nga ëndra jote. Bëj atë që mundesh, me atë që ke, aty ku je. Jeta nuk pret. Ajo rrjedh si lumi dhe nuk kthehet pas. Prandaj, merr guximin dhe hidhu në veprim me besim të plot. Kujdesu për shpirtin tënd ashtu si kujdesesh për trupin. Fjala që dëgjon, mendimi që ushqen, energjia që pranvlerëson, të gjitha ndikojnë në gjendjen tënde të brendshme. Pavarësisht se ku ndodhesh në jetë, nëse brenda teje je në paqe, ke fituar më shumë se sa miliona në pasuri. Mos e mat suksesin me ato që ke fituar, por me sa je rritur, sa ke dhënë dhe sa ke dashur. Një zemër e pastër ka më shumë vlerë se sa një jetë plot pasuri, por bosh në shpirt. Le të jeni ata që lën pas gjurmë drite dhe jo vetëm hije, sepse në fund vetëm dashuria dhe drita mbeten.